emra për president. Faktën publikisht. Po, është e vërtet kjo, po këtu ka pasim par lloj mosbesimi i partive opozitare nga ana e ndaj Albinit. Mosbesimi se janë fiksuar që në rast se propozohen ndonjë emër, më pas kurumi bëhet dhe lëvizja vendosur në këtë rast që i ka votat e voton kandidatin e saj. Për shembull, ju ka thonë PDK-si ka thonë ama një kandidatin që unë po t'i jepi 30 po ta plotësoj 30 në shkrimet e duhura po. Domethënë plotson kushtin për me kandidu për president. Mirë po ai për ta zon tash e ka si kandidat, e ka Konjufsën më duket. Leo Konjufsën dhe Fatmira Mulhaçi po shkak. Nëse hin ta dy kandidati i PDK-s, edhe Konjufsa normal që Konjufsa në rundin e tretë fiton zgjedhjet. Domethënë, kjo ajo loja e kryeministrit Albin që këta si kanë besuar në mënyrë që për këtë arsye nuk kanë dhënë edhe emra, për shkak se ka thonë po, nëse ti kërkon nga unë, po i folim bashkë akum dëgju për i Hamzës e për këtyne deputetëve të PDK-s. Nëse mi jep ti votat, po du me dhënë me garantu dhe 61-shin, se jo unë me ta bëk forumin. Kështu që ato e mos besime, që edhe kushtetuta dhe në gjykimin e më pashëm, ka thonë se duhet këtë mirë besim mes partive politike dhe koordinim njërë që të themelohen institucionet shtetërore. Kjo që sa bëhet aty, do të Rishara, ishte diçka që ishte thënë, të paktën ishin deklaruar edhe nga presidenca, sepse kanë deklaruar që në shkrimet i kemi për të pasur Vjosa Osmani presidente sërish, mirë po pa përkrahje nuk duhen ato në shkrimen. Gjë që pa përplasje të forta mes presidencës dhe ekzekutivit në këtë rast, apo ndoshta edhe